Në prag të nisjes së fushatës zgjedhore për parlamentarët e 11 majit, Sali Berisha ka zhvilluar një mbledhje për të finalizuar detajet e fushatës që do të fillojnë pas ditën e së premtes në sheshin Nën Tereza. Duke e krahasuar këtë ngjarje me një dasëm, Berisha ka nënvizuar se ashtu si çdo dasëm është dhe kjo ngjarje ka krushkun e parë i cili për demokratët do të vijë nga Amerika. Nuk kanë lidhje. Tani themi të vërtetën. Po ta bënte Partia Socialiste, i cili e ka atë shpirtëror dhe ka lidhje në krim me nomenklaturën e Edi Rama, edhe mund të shkonte mendja, po jo, s'ka asnjë i caktuar dita që duhet bërë dhe është dita e fitores. Kjo ditë është i shtytje, kjo datë është i shtytje më e fuqishme akoma për demokratët për të fituar me datën 11 maj. Pyetja e parë ishte Megjithatë, Berisha ka mohuar çdo lidhje mes datës 11 prill, dita kur shënohet 40 vjetori i vdekjes së diktatorit Enver Hoxha dhe nisjes së fushatës demokratike, duke thënë se përkimi i datave është thjesht një rastësi. Dashurohet muaj apo vite, po e ka një ditë që ndryshon dhe paraqitet krejt tjerë dhe të gjithë, pavarësisht se i kanë pa qindra mijëra herë, vrapojnë të shohin atë ditë si çift me kostumin e nusrisë. Ndaj dhe të gjitha surprizat janë nesër. Kur u pyet për rezultatin e mundshëm të zgjedhjeve, Berisha ka shmangur të jap një parashikim të qartë, duke thënë se nuk është profet. Siç e kam theksuar, unë nuk jap kurrë përqindje dhe numra, sepse unë nuk jam profet, nuk marr rol profet. Ajo çka bëj unë dhe përpiqem me gjithë forcën time të siguroj një mbështetje madhore kombëtare të qytetarëve shqiptarë dhe ndërkombëtare për fitoren e 11 majit. Dhe besoj se këto janë evidente. Ju shihni entuziazmin që ekziston dhe optimizmin e lirshëm që ekziston sot në Shqipëri. Ju e keni konstatuar dhe konstatoni super entuziazmin që ekziston në shqiptarët jashtë vendit për këto zgjedhje. Ju dhe gjithë shqiptarët e pan e morën vesh qëndrimin e prerë të komunitetit ndërkombëtar, vendosmërinë e tyre për të mbështetur me të gjithë potencialin që kanë votën e lirë të shqiptarëve. Këto mund të them. Ndërkohë Berisha mori një rol të veçantë si reporter kur komentoi seancat e fundit në Këshillin e Europës dhe Parlamentin Evropian. Në seancë dolen në shesh, në pa, doli e gjithë shëmtia e narkoshtetit shqiptar, që nuk respekton asnjë ligj, asnjë vendim, asnjë nen të kushtetutës vendit. Dje pasaporta europiane e Edi Rams u gris. Mashtrimi i tij me pasaportën europiane mori fund. Maskat ran.